opozicioni Lore fëmijërore. Sipas një statistike të realizuar nga institucionet kompetente, po del se në këtë drejtim, më shumë janë të prekur fëmijët të cilët kanë status fëmijë me prindër të divorcuar, si dhe ato që vinë nga familjet e varfëra. Ambasada Megjashi vazhdimisht po ngresh qetësimin se edhe përkundër këtyre fakteve fëmijët akoma druajnë t'i paraqesin rastet e dhunës. 408 fëmijë dyshohet se u janë shkelur të drejtat e tyre gjatë vitit 2013. Më të prekur janë fëmijët që vinë nga familjet e rrezikuara sociale, nga familjet në të cilat ushtrohet dhunë, apo nga ato që kanë prindër të divorcuar. Vlerësojnë nga ambasada e parë e fëmijëve Megjashi. Sipas tyre, gjatë vitit të kaluar në linjën e tyre telefonike pa pagesë 0800 12 222 janë regjistruar 279 thirrje telefonike, prej të cilëve 12 janë fëmijë dhe 267 të moshës madhore. Më të guximshme për të paraqitur shkeljen e të drejtave të fëmijëve dhe të rinjëve janë femrat. Megjashi thosë se të drejtat e fëmijëve më shumë shkelen në viset rurale, por fëmijët vazhdojnë të ngurojnë dhe ende frigohen të prononcohen. 214 thirrje janë nga vendet urbane, vetëm 26 nga viset rurale dhe 39 nuk janë të njohura. To što nije sme uspjeli da Bëhet fjalë për 79 fëmijë të cilëve u janë shkelur të drejtat për shkak të skamjes së skajshme. Prindërit kanë ushtruar dhunë ndaj tyre sepse kanë refuzuar të shkojnë në shkollë si nuk mund të hanë ushqim si shokët e tyre në kohën e pushimit për shkak të mungesës së të hollave. 62 janë keq trajtuar fizikisht dhe psikikisht gati çdo ditë nga ana e prindërve dhe 51 prej fëmijëve u janë shkelur të drejtat nga prindërit e divorcuar. Megjashi thosë se të drejtat e fëmijëve më shumë shkelen në viset rurale, por fëmijët vazhdojnë të ngurojnë dhe ende frigohen të prononcohen. 214 thirrje janë nga vendet urbane, vetëm 26 nga viset rurale dhe 39 nuk janë të njohura. Sipas të punësuarve në Megjashi, institucionet e sistemit duhet më shumë të përkrahin ambasadën e parë të fëmijëve, sepse është mjaft me rëndësi që të motivohen viktimat dhe të paraqesin rastin, me qëllim që ata t'i këshillojnë si të zgjidhin problemin. Në të kundër, këto fëmijë nesër do të kenë sjellje devijuese.